nuk i friksohemi zgjedhjeve. Ne jemi në një situatë ku konsiderojmë që çdo ditë më tepër elektorati po bindet që duhet të vijë në pushtet, në qeveri, një parti sikur PDK-ja që është e dëshmuar për adresimin e problemeve të qytetarëve të vendit. Dhe në këtë kuptim, pavarësisht që është tema e presidentit, unë mendoj që tema e presidentit është e madhe politikisht, po për qytetarët nuk ka problemi kryesor presidenti. Për qytetarët vazhdojnë të jenë problem çmimet e larta, pagat që nuk po i mjaftojnë me dalë deri në fund muajit, çmimet e papërballueshme të energjisë elektrike, mungesa e energjisë elektrike, mungesa e mundësive për punësim, për qytetarët këto janë problemet. Qytetarët, ose shkojmë zgjedhje, për qytetarët këto do të jenë problemet. Qytetarët kur po votojnë për parti politike, po votojnë për një parti e cila po i prezanton një program qeverisës. Nëse Albin Kurti e ka preokupim kryesor presidentin, atëherë le të shkojnë në zgjedhje dhe le të drejtohet qytetarëve me një plan se si synon ky ta zgjedh presidentin. Po mendoj që për qytetarët e Kosovës nuk është problemi më i madh se presidenti. Për qytetarët e Kosovës problemi më i madh është me pas një jetë të mirë në Kosovë dhe të rinjt mos me mendu edhe në këtë kohë të gjejnë perspektivën e tyre jashtë vendit. Nxani. Shkurt e kam një pyetje, çka keni me ofruar ndryshe nga non-shkurti dhe 28 dhjetori, për shkak që nëse shkon me këtë ide dhe s'ka diçka ndryshe, një alternativë ndryshe, ndoshta prapë del aty këtu përqindja. Kjo kauza nashta për me sulmu, veç pse nuk është zgjedh presidenti, kam frikën që prapë nuk funksionon. Nga aspekti qytetar, e përmene non-stop që duhet me zbritë të qytetari. Ju si PDK, çka keni me bon ndryshe nga non-shkurti, sepse pak kem pa dallim non-shkurtin edhe 28 dhjetorin. Gjithë që ka reflektuar në rezultat. Zgjedhjet prap janë afër. Kam përshtypjen që duhet diçka shumë një alternativë interesante që me pa një garë reale politike. Po, pyetje me vend, mirë po duhet me pas parasysh që ne sapo kemi dalë nga zgjedhjet dhe ne nuk kemi të e konsideru vetën në fushat. Për shkak se ende presim që do të krijohen institucionet e Kosovës. Edhe pa kohë do të bëhet data 4. Po, nëse shkojmë zgjedhje, sigurisht që do t'i drejtohemi qytetarit me nivelin më të lartë të seriozitetit, si përsa i përket listës, sikur përsa i përket programit. Mirë po nuk kemi në këtë pikë. Nuk kemi në këtë fazë për shkak se nuk mundemi ne sot flasim për program zgjedhor se çka do t'i ofrojmë qytetarit kur ne nuk jemi në fushat. A keni mund ta kuptoni nesër me Albin Kurtin? Se nëse nuk takoni bjen që jem kogja afër zgjedhjeve. Në takimin e fundit që ka pas kryetari Hamza e ka dhënë qëndrimin përfundimtar të PDK-s, i mbetet zotit Kurti të vlerësoj nëse është i gatshëm të sillet me përgjegjësi në këtë situatë për t'i dhënë vendit president dhe institucione. Kështu që mbetet është në dorën e kryeministrit aktual që të vendos a do me dhënë vendit institucione apo don me zgjat tutje këtë agoni që ka kaplu vendin me zgjedhje të njëpasishme. Zona Hajdari. Po inkuraju si kjo pjesa që keni parë që zgjedhjet e ardhshme mund të mos jenë opcion për faktin që u tha këtu duhet me ofru diçka shumë të madhe për me binë qytetarin që partia